Shumë biznese lokale në ditët e sotme mendojnë se problemi i tyre themelor qëndron tek marketingu, ose më saktë tek mungesa e postimeve, reklamave dhe shikueshmërisë në përgjithësi. Por realiteti tregon diçka komplet tjetër, pasi problemi i tyre aktual nuk qëndron tek marketingu, por tek mungesa e infrastrukturës digjitale. Ndryshimi midis këtyre është që marketingu është thjesht një veprim, ndërsa infrastruktura është sistemi në funksion të cilit kryhet ky veprim. Sot, një postim ose një reklam mund të sjellë lëvizje për disa orë ose disa ditë maksimumi, por efekti i tyre do të mbarojë shumë shpejt, pasi në mungesë të një infrastrukture të qëndrueshme dhe afatgjatë, çfarëdo lloj marketingu që mund të kesh për të ofruar, sado i mirë apo bindës qoftë, do të ketë efekt të përkohshëm. Edhe klienti sot e kësaj dite nuk pret që reklama jote të gjendet vetëm në rrjetet sociale. Ai kërkon në Google, aty ku bizneset shfaqen direkt, në mënyrë të qartë, të strukturuar dhe serioze. Pra, nëse biznesi yt nuk ka një vend të qartë ku klienti të gjejë lehtësisht, nuk i ka informacionet e organizuara mirë siç duhet, dhe nëse prezenca jote online nuk është pjesë e një sistemi të organizuar, atëherë marketingu yt po funksionon pa bazë, duke e çuar klientin tënd drejt e te konkurrenti. Infrastruktura digjitale nënkupton që kur një klient kërkon, biznesi yt të gjendet shpejt, duke qenë i besueshëm dhe i kuptueshëm në atë që ofron. Gjithë kjo në shërbim të faktit që klienti duhet të marrë vendim shpejt për të blerë tek ju, duke e patur të thjeshtë të arrijë deri tek procesi i blerjes. Dhe pa mungesën e kësaj infrastrukture digjitale, edhe reklama më e mirë nuk funksionon. Pasi në 2026-ën, bizneset nuk do të fitojnë më sepse reklamohen më shumë, por sepse janë të strukturuara më mirë. Pasi marketingu nuk duhet të jetë më thjesht një përpjekje e vazhdueshme, por pjesë e një sistemi të qëndrueshëm dhe afatgjatë që punon çdo ditë. Kjo është dhe arsyeja pse sot po flasim se si mund të ndërtosh një infrastrukturë digjitale për biznesin tënd të vogël apo të mesëm, si të rritësh numrin e klientëve. Nëse do të kuptosh nëse biznesi yt e ka këtë infrastrukturë apo jo, bëj hapin e parë. Regjistro sot biznesin tënd tek Panairi Online. Sapo janë hapur regjistrimet për 900 bizneset e para që do t'i bashkohen platformës në vitin 2026. Dhe nga gjithë këto, për 300 të para që regjistrohen, paketa promo dhe regjistrimi i profilit do t'u ofrohet 100% falas. Komento poshtë dua sistemi Panairi Online për të gjetur linkun e regjistrimit dhe për të bërë pjesë e platformës sot.